Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami thot se lidhur me ndarjen e popullatës në rezident dhe jo rezident gjatë regjistrimit të vitit 2021 duhet të ketë edhe përgjegjësi politike. Pasojat sipas Kasamit janë të mëdha, pasi që me uljen e popullsisë ulen edhe financimet nëpër komunat me shumicë shqiptare. Mëtej Kasami është shprehur se do të tentojnë që ky diskriminim të përmirësohet. Unë do të kisha thënë më shumë se përgjegjësia është politike dhe do të kisha parashkruar një pyetje. A është ky çmimi që shqiptarët e paguajtën për Soravin dhe Llotarin? Sigurisht që duhet të ketë përgjegjësi për shlyerjen e më shumë se 200.000 shqiptarëve nga regjistrimi i fundit dhe pasojat nuk janë vetëm politike sa i përket numrit të këshilltarëve nëpër komuna, por janë edhe ekonomike, janë edhe kulturore, janë të gjitha fushat, sepse dimë ne që financimi i komunave dhe aktiviteteve në nivel lokal bëhet në bazë të numrit të banorëve. Përderisa BDI bëri këtë diskriminim të cilin nuk e pranuan shqiptarët as në vitin 2001, as në vitin 2011 dhe as njëherë nuk e kanë pranuar, atëherë ne parashkruajmë pyetjen se cili ishte çmimi të cilin shqiptarët e paguajtën dhe BDI-u pajtua që në kuristë të shqiptarëve të bëjnë kalkulime politike dhe përfitime politike për interesa të tyre personale, familjar dhe për pasurim të familjarëve të leadershipit të Bashkimit Demokratik për BDI. Sigurisht që ne do të insistojmë deri në fund që ky diskriminim të përmirësohet dhe gjithë qytetarët e këtij vendi të regjistrohen, të vlerësohen dhe në bazë të këtyre numrave të bëhet edhe financimi, përkrahja dhe gjithçka që ka të bëjë me përkrahje të institucioneve ndaj qytetarëve të tyre. Kasami nuk përjashton mundësinë që në të ardhmen të diskutohet që mos të ulet numri i këshilltarëve nëpër komuna. Vendimet që kanë marrë qeveria janë pasojë e regjistrimit të fundit, që sipas Kasamit ka qenë antikushtetues, prandaj do të kërkohet të revidohet ai vendim. Patjetër që do të analizohet edhe kjo si mundësi, për shkak se vendimi i fundit i qeverisë është realizuar në bazë të dhënave që kanë ardhur nga enti statistikës. Përderisa gjykata kushtetuese konstatoi se ndarja në rezident dhe jo rezident është antikushtetuese, sigurisht që do të kërkojmë që gjitha ata që kanë dalë nga ky vendim jo kushtetues të revidohen. Ndërkaq lidhur me paralajmërimet për regjistrim online të popullsisë, Kasami është shprehur se si koalicion do të marrin një qëndrim që regjistrimi i ardhshëm të reflektojë realitetin etnik.